welcome to the UEFA European Under-17 Championship Draw 2025. We're live from Tirana as we are preparing to unveil the matchups that will for sure give a shape to this prestigious tournament. This competition is important as it showcases the future stars of the European football, and also some of the biggest names in football nowadays were once part of this tournament. Tonight we're ready to find out which are the teams that will be drawn against one another, for sure. So let's start this ceremony as we should by giving a warm welcome to the President of the Albanian Football Federation, Mr. Armand Duka. Të dashur përfaqësues të federatave, miq të futbollit, të ftuar e dashamirës të sportit. Sot është një ditë e veçantë dhe e mbushur me emocion për të gjithë ne, teksa kemi privilegjin dhe nderin të presim ceremoninë e shortit për finalet e kampionatit evropian Euro 2025 Under-17 Finals, a competition that will take place in Albania from May 19 to June 1st. Allow me, first of all, to extend my warmest welcome to the UEFA representatives, the associations of the participating countries, the coaches, players, and all football enthusiasts who follow with passion the development of young talents across our continent. For Albania and the Albanian Football Association, hosting this tournament is a testament to our commitment to the development of football and its elevation to international levels. In recent years, we have demonstrated our organizational abilities with significant events, including the historic UEFA Europa Conference League final in 2022 in Tirana, which confirmed once again that we are capable of hosting impactful events with a special emotional charge. This success motivates and encourages us to work even harder to ensure that UEFA Under-17 Euro 2025, which will take place in Albania from May 19 to June 1st, will be another historic moment for both Albanian and European football. The presence of the Minister of the Ministry of Sports shows the importance and the seriousity of this competition that has for Albania. The Albanian Football Association has been working continuously and with dedication to raise the level of Albanian football. We have invested in club academies, helped improve the quality of coaching, and introduced new projects for the development of youth and children's football. Organizing a tournament like UEFA Under-17 Euro is a unique opportunity to showcase our progress and continue growing football in the country. Through modern strategies and sustainable politics, we have managed to increase the number of children engaged in football, improve playing conditions, and bring in modern infrastructure. The new stadiums and standardized pitches are part of a long-term plan to create a favorable environment for the future generations of Albanian football. This tournament is not just a football competition. It is a celebration of sports values, passion and talent. We are confident that the UEFA Under-17 Finals will be a fantastic showcase for the stars of the future of European football. Albania will do everything it can to make this event unforgettable for all participants and provide unique emotions for the fans. During this tournament, I invite all of you to experience not only the emotions of football, but also to discover the extraordinary beauty of Albania. From the stunning Ionian and Adriatic coastlines to the historic cities and majestic mountains, our country offers a unique experience that combines sport with culture and the hospitable Albanian traditions. We are sure you will feel at home and live with unforgettable memories. We believe that sport, and especially football, has the power to unite people, create opportunities, and inspire future generations.
Organizing this tournament gives us the chance to showcase not only our organizational skills, but also our passion and love for football. I wish success to all the participating teams and hope that this experience will remain a beautiful and valuable memory for all the players who will step onto the field. Thank you and welcome to Albania. Thank you to President Duka. As he says, Albania has a deep passion for football, that's for sure, and we are honored to be welcoming for the first time in our history this kind of event, this big event. It's very important to us. And also won't be the last one, since in 2027 we will be hosting the finals of Under 21. And I think this is a great opportunity for Albania, and of course it deserves an applause, because it's a great event coming up and our big things going ahead in our country. And now let's take a look at the cities and venues that will host and set the stage for this year's championship. Watch it out. Excited about that for sure. And now it's officially time to kick off tonight's draw. I won't be conducting it, but for sure beside me will be the Chief of Men's Football and Deputy Director of UEFA, Mr. Lance Kelly. Welcome. Well, dear Mr. President of the Albanian Football Federation, dear Arman, dear representatives of the Federation, friends, representatives of the authorities, te dashur mik nga Shqiperia. And let's not forget dear participating teams. Good evening and welcome to Tirana for the 2025 Under-17 Euro Final Tournament draw. This will be the first ever final tournament hosted by the Football Association of Albania. It was said before many times, it is true. But after the successful organization of the UEFA Conference Final in 2022, I have the feeling that UEFA and all the visiting teams will experience not only a great, but also a quite unique football journey in 6 weeks from now. The first examples of Albanian hospitality are very promising, and I tend to trust my instinct on such signs. This will also be the first Under-17 finals in the new league format, where 7 of the teams have qualified after 2 qualification rounds, which were very difficult, and I congratulate them in doing so. By the way, it's worth noting that Albania is the 43rd nation participating in the Under-17's final. I would also like to underline that the Under-17 Euro is the first step on the path towards a senior international career, and therefore perhaps the tournament that will offer the highest emotions that the participating players will ever have experienced with the national team at their young age. First step means also that over the years, many known players have launched their international career. It was mentioned before. Cristiano Ronaldo,
Wayne Rooney, Cesc Fabregas, Toni Kroos, or Eden Hazard. Have you ever heard of these guys? Over 2 weeks at the end of May, I'm sure we will see another fantastic show of football as the 8 teams look forward to lift the trophy in the footsteps of Italy's success in 2024. 8 formidable teams eagerly awaiting to find out who they will face when the action kicks off here in Albania on the 19th of May. I wish them all the very best of luck. And to conclude, I also wish the best of success to the Albanian Football Association, thank you again, Mr. Duka, and its organizing committee, and a lot of courage also, because there's still a lot of work to do ahead of us before the first match kicks off. Thank you so much. Thank you for your kind words, Mr. Lance Kelly. As I said before, you won't be conducting alone this draw, right? But you won't be conducting with me, but with our special guest. He's one of the greatest players we have in the Albanian national team. Let's give a warm welcome to Klaus Gjasula. Good evening, mirëmbrëma. I dashur Klaus, ke udhëtuar nga larg për të qenë sot prezent në këtë eveniment dhe duhet patjetër të falenderojmë. Dua të marrim një koment shumë të shkurtër për sa i përket asaj se ne çfarë thamë përpara. Shqipëria për herë të parë mirëpret një eveniment të këtillë për masave dhe nga ana tjetër shumë nga talentet e reja bëjnë pjesë në këtë kompeticion që më pas i katapulton në tregun le të themi të madh. So I'm asking about the importance that this competition has to Albania but also the young talents. Shumë eksperiencë në këtë event, në këtë kampionat, duke në shansë me të regu vetën e vetë, se një kështu kampionat në të hapë shumë dyre, po ta tregosh vetën edhe paraqitjet e mira që mund të vazhdosh karrierën me hapë të shumë të mëdha. Po gjithashtu më rëndësishme është që ta shijojnë momentin, se nuk është i përditshme, kështu nesër janë shumë të veçantë edhe prandaj të kenë shëndetin, mos të ndjejnë vetën shumë në presion, mos shumë që ta shijojnë. Se janë ndeshjet e para dhe me kombëtaren pa diskutim. I'm just summarizing what you said. So Klaus thinks that for Albania this is a great step towards not just the football but also institutionally speaking. And also he thinks that for the young talents it's a new door opened for them. Thank you very much. Now I'm leaving the stage and good luck to all participants. Well, thank you so much. We will begin with this draw, but let me give you first 2 words of explanation of this simple draw. The host country is Albania, qualified directly, and Albania is seated in Group A, position 1. So 7 teams will be drawn. These teams are Belgium, Czechia, England, France, Germany, Italy, and Portugal. And the first team drawn will go into position B, taking position B1. Then the second team will go into Group A, joining Albania. Third team will then go back into Group B, and like that until we finish the draw. So something quite easy. I kindly ask you, Klaus, to shuffle these balls, and please hand me the first one. So this will be a team going to Group B. And this team is Italy. Italy are the current champions defending their title, so they are in position 1, Group B. We can now draw the next team, and this team will join Albania in Group A in position 2. And here we have France. So France joins Albania. Let's see who will now go to Group B. By the way, France are 3 times champion of this under-17 competition. Bitte. Die nächste Kugel, danke sehr. And now back to Group B, and let's see who is joining Italy, and it is
Belgium. Right, well, we are halfway through. We have already 4 out of the 8 teams. Let's see who will now be the third team joining Group A. They're all group winners. Equally strong. Germany. So Germany will join Albania and France in Group A. They are also, like France before, 3 times champions of this under-17. Third team joining Group B is England. So England has joined Italy and Belgium in Group B. We are about to conclude, at least with Group A, so let's see which team this will be. By the way, England, they hold the record. It's a 17th participation in the under-17 finals. But now back to Group A and see who is joining there. Portugal. So Albania-Portugal will be the opening match of the tournament. Now we shouldn't have any surprise. Team joining Group B in position 4 is Czechia. Right, so let me recapitulate these 2 groups. In Group A, we have Albania, France, Germany, and Portugal. And in Group B, Italy, Belgium, England, and Czechia. Well done, Klaus. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you to Mr. Kelly and Jasula. There we have it. The stage is set and the road to the title, I think it's now clear. Stay updated for more news, as here in May in Albania, we will have the UEFA European Under-17 Championship. Good night to everybody and good luck to all participants. Thank you. Thank you. Faleminderit dhe një herë që ishit pranishëm, vetëm një njoftim i fundit. Pjesa e zonës darkës zyrtare dhe pjesa e zonës mikse për media do t'ju orientojnë hostët tanë për sa i përket pozicionimit të tyre. Only the representatives of the country, please stay here.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Po, më dëgjon, 1, 2, 3. Po pra, po ta bëj. Okej. Ama lasë gale. Lasë gale. Sa të na hapin linjën. Përshëndetje Mario, jam me presidentin Armand Duka më njëherë pas hedhjes së shortit për finalet europiane 2025 për U17. Sigurisht që nuk është një short i lehtë, por nuk është se priste një short lehtë. Zoti Duka, gjithsesi i kënaqur për nisjen e një rrugtimi të rëndësishëm dhe historik për Shqipërinë, pavarësisht të goglave si na ran, po sido që të bini nuk është se mund të ishin të lehta. Unë jam shumë i kënaqur që sot zyrtarisht nisim rrugtimin e organizimit të kampionatit evropian për moshat nën 17 vjeç, një turne final në Shqipëri, i cili ndodh për herë të parë. Jam shumë i kënaqur që për gjithçka është bërë deri tani, duhet të falenderoj administratën e federatës që në bashkëpunim me administratën e UEFA-s kanë bërë gjëra të mirë dhe unë besoj dhe shorti nga pikpamja organizative ishte mirë për të kthyer për nga pikpamja sportive të 7 skuadrat e tjera të kualifikuara. Janë skuadra shumë të forta që kanë ardhur në këtë stad pasi kanë kaluar dy ture eliminatore dhe janë, domethënë, me plot merit sportive vinë deri këtu, kështu që kushdo që t'ishte nga kundërshtarët dhe për këdo nga kundërshtarët janë të gjitha ndeshje shumë të, le themi, të nivelit lartë të vështirësisë sportive. Nëse do isha futbollisti asaj moshe 17 vjeçar, për mua do të ishte një kënaqësi fantastike që ta shijoja një turne të tillë, sidomos në prani të shokëve të mi të moshës apo në prani në para gjithë shqiptarëve, të krijoj eksperiencë nga ky turne dhe pse jo të kërkojmë dhe rezultate pozitive. Vërtet janë thash skuadra shumë të mëdha që kanë ardhur këtu nga kompeticione nga kualifikuese shumë të vështira, por edhe skuadra jonë, pavarësisht se në nivelin e Anglisë apo Gjermanisë një skuadrë modeste do kërkoj të bëjë më të mirë për të shtuar bukurinë këtij kampionati evropian që për herë të parë ndodh në Tiranë. Kundërshtarët thash, nëse është Gjermania apo Italia, nëse është Anglia apo Gjermania, nuk është se është ndonjë diferencë e madhe. Zoti Duka, sa e vështirë ishte të lobonit për të marrë finalet europianit në Shqipëri, sepse për shumë jeni çelësi kryesor i kësaj arritje. Jo, nuk ka qenë e vështirë. Nuk ka qenë e vështirë sepse nuk është një gjë që vjen në mënyrë të sforcuar apo artificiale. Nuk ka qenë e vështirë sepse Federata Shqiptare e Futbollit, administrata e saj ka dëshmuar aftësitë e saj organizative. Infrastruktura në Shqipëri ka ndryshuar dhe është e përshtatshme. Pra, është një federatë e cila ka dëshmuar me infrastrukturë, me organizim dhe me gjithçka që mund të bëjë kompeticione si ky, apo qoftë dhe më të rëndësishme si ky. Kështu që në këtë këndvështrim nuk është se ka qenë një gjë e vështirë, por ka qenë një gjë e natyrshme që ka ardhur pas organizimit të shumë turneve, sepse për të ardhur në këtë kompeticion ku kanë ardhur 7 skuadra të tjera, sepse Shqipëria si vend organizator kalon nëpërmjet turneve kualifikuesme nga 4 skuadra. Dhe të tilla Shqipëria në vitin 2024 ka bërë rreth 13, më parë gjithashtu edhe në 2025 vazhdon të bëjë të njëjtin nivel. Pra ka dëshmuar këto aftësi organizative dhe infrastrukturore për t'i përballuar këto. Kemi organizuar një finale të Europa Conference League në 2022 që padyshim ishte një organizim i suksesshëm dhe i bukur, kështu që në këtë këndvështrim nuk ka qenë një gjë e vështirë, por e natyrshme që Shqipëria ka demonstruar që mund ta bëjë dhe jam shumë i bindur dhe i sigurt që nga pikpamja organizative, infrastrukturore, çdo gjë do të jetë perfekt. Nga pikpamja sportive, besoj se gjithë do kënaqemi. Do kemi vërtet janë 17 vjeçar, po janë 17 vjeçar të cilët nëse do t'i mbani mend emrat shumë shpejt do t'i shihni
në arenat, në klubet e mëdha, në kombëtaret e mëdha dhe do të jenë vërtet ato yjet e ardhshëm të futbollit. Sigurisht nga ky kompeticion kanë kaluar edhe yjet e sotëm të futbollit. A mund të themi që janë provat gjenerale për Europianin e 21 vjeçarëve në 2007? Realisht, kampionati Europian për 21 vjeçar, për nga shkalla e vështirësisë apo nga niveli i rëndësisë, është i dyti pas kampionatit Europian për ekipet e para. Pra, është akoma më i vështirë. Në të nuk marrin pjesë më 8 skuadra, pra janë 16, por jemi të ndarë në 2 vende, ku 8 do ta fillojnë këtë edicion në Shqipëri dhe 8 në Serbi. Futbollistët që marrin pjesë në kampionatin Europian janë futbollistë të 21 vjeçar, janë futbollistë gjatë profesionistë, futbollistë të njohur të arenës ndërkombëtare, shkalla vështirësisë më e madhe, infrastrukturë duhet më shumë. Por vërtet është ajo që thua ti, që ky është një hap i mirë për të marrë eksperiencën e dur për këtë organizim tjetër madhor të futbollit shqiptar. Zoti Duka, nga pikpamja organizative është një sukses sepse të sjellësh finalet e një kampionati evropian bën gjithmonë buj dhe është shumë i rëndësishëm. Nga pikpamja sportive, çfarë prisni nga ky event? Shiko, bëhesh i fort duke luajtur më të fort, bëhesh i fort duke fituar eksperiencë, kështu që e para për ato që do jenë grumbulluar, është një eksperiencë e jashtëzakonshme që nuk është shumë e lehtë ta kesh në çdo kohë në Shqipëri. Por gjithashtu edhe për bashkëmoshatarët e tyre që do ta ndjekin, do të krijojnë ato, le të themi, yjet e tyre që duhet ndjekin, do të jetë një motivim për to dhe do të ketë më shumë, në fundit ky është objektivi final apo kryesor i joni, që të kemi më shumë fëmijë rreth lojës tonë dhe duke patë aktivitete të tilla, i zgjojmë më shumë dëshirën, megjithëse futbolli në Shqipëri është gati fe, por i zgjojmë akoma më shumë dëshirën për t'u afruar rreth lojës tonë dhe ky është kjo është një fitore shumë e rëndësishme për ne. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit juve. Mario ishte për momentin presidenti Erman Duka me njerë pas shortit, por do të kemi edhe protagonistë të tjerë dhe do të jemi sërish në kontakt bashkë. Po. Po, më dëgjon. Në rregull.
Mirëmbrëma, jam me Klaus Gjasulën, ka ndryshuar rol, nuk është më mesfushor, por është ambasador tashmë i finaleve të Europianit 2025 për U17-ën. Ky ndryshimi i rolit i trajnerit? Është çik i veçantë, po unë jam krenar, është kënaqësi me bë këtë punë edhe inshallah nuk do jetë herë fundit. Si duket një Europian që zhvillohet në Shqipëri? Ju morët pjesë personalisht në atë të fundit, ku ishte Shqipëria si lojtar, ndërsa tashmë do ta shohim një Europian, ndoshta për jo atit niveli, sepse nuk është Europian i të rriturve, por është i 17 vjeçare, por në Shqipëri. Gjithsesi bën sensacion dhe është goxha i rëndësishëm për futbollin ton, ka përshtypjen. Po normalisht, jo vetëm për futbollin ton, po sidomos për shtetin ton. Gjithë bota do vi tash në Shqipëri për të pa ndeshjet. Ne mund të tregojmë gjithë botës që nuk kemi ecur përpara vetëm në futboll, po kemi ecur përpara edhe si shtet. Edhe prandaj nga organizimi të gjitha nuk do jetë lehtë, se është një event shumë i madh. Po, gjithsesi, unë jam i bindur që do ja dalim edhe do kënaqim gjithë njerëzit edhe do bëjmë një fest e bukur. Vim tek pjesa e futbollistëve. Vërtet, ne jemi outsider, sepse nuk jemi të kualifikuar, jemi ekip i vogël në krahasim me emrat me të cilët do përballemi, por gjithsesi do ta luajmë dhe duhet ta shijojmë sepse na vlen për eksperiencë, për gjithçka tjetër. Por vetë këta futbollistë, sa të rëndësishëm do ta kenë faktin që në tribunat e stadiumeve tona do të jenë skautët më të mirë të skuadrave dhe mund të shohin element të rëndësishëm për t'i dhënë një dorë për të ardhmen, për të ndryshuar klub, për të shkuar në një skuadër më të mirë, në një kampionat më të mirë. Sa e rëndësishme do të jetë? Për një çunë të ri, një gjë më e rëndësishme nuk ka në futboll. Kesh një kështu shans për t'u prezantuar, nuk është e përditshme. Domethënë, do jenë shumë njerëz që do shohin ndeshjet, jo vetëm skaut, po edhe njerëz që nuk janë tribunë që shohin nga televizorat. Prandaj për ekipin ton, unë uroj të gjithëve të kenë shumë fat, sukses, po ta shijojnë si e theti përpara, se ajo është më e rëndësishme. Ne nuk do të friksohemi nga emrat të mëdha, ne po luajmë shtëpi, ne e dimë që tifozët do na mbështetin, ne kemi besim të çunat, edhe ta shijojnë momentin, t'japin maksimumin, edhe do shohim për 100 do dali diçka e mirë pas Europianit, edhe për 100 ose për këtë lojtar duhet edhe çik durim. Ti në futboll i ke parë të gjitha, po themi. A mundet që një skuadër që futet me atë mendësinë që nuk ka asgjë për të humbur, mund të bëjë edhe surpriza të mëdha? Po normalisht këtë kanë tregu historia e futbollit gjithmonë. Kështu si edhe gati në verën e kalume, ku ishim ne të Europiani, ishim edhe ne underdog, asnjëri nuk kishte besim te ne, po prap treguam paraqitjet e mira edhe për pak e kishim fituar atë sensacionin, po tash do mbështetim U17-ën që ta finalizojnë ato. Faleminderit dhe sukses e Klaus. Faleminderit. Marë, do t'jemi së shpejti me protagonistë të tjerë. Ci rivediamo.
Përshëndetje edhe një herë, Andrea Tedesco ndoshta duhet të jetë disi i mërzitur sepse do të donte që në grup të kishte Italinë kampionën fuqi, por nuk ndodhi. Përshëndetje. Ma guarda, parlavamo prima con i tuoi colleghi, qualsiasi squadra dovremmo affrontare agli europei sono tutte fortissime, quindi sono 7 grandi federazioni, 7 grandi squadre ricche di giocatori di talento. E thash edhe më përpara me kolegët tuaj që në fakt cila do prej ekipeve që të kishte qenë kundërshtarja jonë në grup do të kishte qenë shumë e vështirë sepse janë 7 skuadra të forta dhe 7 skuadra që vinë nga federata që investojnë shumë te futbolli të rinjve. Por ju do ta donit një përballje me Italinë tuaj. Un confronto con l'Italia? Sì, sai, sono italiano e mi avrebbe fatto piacere magari affrontare l'Italia, però sono qui per rappresentare la FESCF e mi sento addosso la responsabilità di rappresentare al meglio questo paese dal punto di vista calcistico giovanile ma in generale. Do të më kishte pëlqyer si italian që jam që të përballesha me Italinë, por unë mbart një peshë përgjegjësie për të përfaqësuar këtë vend edhe këtë federat edhe për të përfaqësuar sa më mirë sportin si në aspektin futbollistik të sportit të futbollit të rinjve, por edhe në esencën e turneut. Nëse short e lehtë nuk ka, po e themi që në fillim, por nëse do të mundeshit, do të merrnit ndonjë skuadër nga grupi B dhe ta kalonit te grupi A dhe të hiqnit dikë nga grupi A dhe ta kalonit ai B? Mi vuoi far per forza far dire una squadra? E allora ti dico l'Italia. Nëse duhet forcërisht të zgjedh një skuadër, do të them Italia. Però questo è un evento unico, io sono orgoglioso di essere qui e lo saranno anche i ragazzi e sono certo che metteranno tutto in campo per fare delle prestazioni all'altezza del paese, del popolo e della federazione che rappresentiamo. Por ky është një event unik edhe jam i kënaqur, jam krenar që përfaqësoj dhe jam i sigurt që të gjithë lojtarët do të japin maksimumin në fushë, do të futen në fushë për bërë më të mirën, për të përfaqësuar federatën edhe kombin. Çfarë duhet të kenë parasysh këta futbollistë të rinj 17 vjeçar të Shqipërisë që përballen për herë të parë në një nivel të tillë, në një kampionat të tillë me kundërshtar të tillë? Çfarë duhet të kenë për te rezultatit flas? Çfarë duhet të kenë parasysh për të bërë jo vetëm performancë, por edhe për të bërë një paraqitje dinjitoze nga ana tyre që në të ardhmen ta kenë edhe më të lehtë për të përballur me rival të tjerë. Confrontando questi tipi di squadre grandi, cosa le dici ai giocatori? Guarda, sono contento della domanda che mi hai fatto perché è molto importante valorizzare la prestazione, o meglio dire le prestazioni che faremo. Shumë e rëndësishme, më pëlqen që më bëre këtë pyetje sepse është shumë e rëndësishme të vlerësojmë përfaqësimin që kemi në raste të tilla. Nel calcio giovanile è la prestazione che bisogna guardare, che bisogna valorizzare nel momento in cui è positiva, non soltanto il risultato. Në futbollin e të rinjve është përfaqësimi edhe mënyra se si performon në fushë është ajo që vlerësohet dhe jo shumë rezultati. Il risultato deve essere una conseguenza della prestazione positiva che si ha e non ci sarà problema nel motivare i ragazzi perché sono certo che saranno orgogliosi e volenterosi nel fare il loro massimo in campo. Nuk do të jetë vështirë për të motivuar lojtarët sepse do të jenë shumë të motivuar edhe shumë të krenarë që do të futen në fushë për të përfaqësuar vendin e tyre. Io desidero che quando andiamo in campo nelle partite finali dell'Europeo ci sia un'identità chiara di squadra, che sia riconoscibile all'interno, tra noi stessi e anche chi ci guarda. Quindi questa è la crescita alla quale ambiamo, che desideriamo vedere. Duhet të kemi një lloj identiteti skuadre, si brenda, po edhe jashtë ata që na shikojnë nga jashtë në mënyrë që të identifikohemi dhe të tjerë të shikojnë edhe rritjen e kësaj skuadre. È un'identità dove poi i giocatori di maggiore talento possono emergere e rendere orgogliosa la federazione che ha investito tanti soldi nella ricerca di questi talenti. Që më tej futbollistët që marrin pjesë në këtë kompeticion në vazhdim të kenë një lloj ngritje profesionale që edhe të jenë krenar për këtë lloj investimi që është bërë edhe nga ana e federatës. Dhe vin tek pjesa e performancave. Ju keni ndryshuar pothuajse 5 deri në 7 lojtarë në çdo muaj ku ka pasur stazhe të ndeshjeve të UEFA-s. A keni tashmë të qartë organikën me cilën do të futeni në këtë Europian apo keni ende në një dyshim apo dilemë po themi? Sì, no, allora io di questo aspetto sono molto contento perché ho potuto avere fra le mani più ragazzi. Jam shumë i lumtur sepse kam pasur mundësi të kem shumë lojtarë në përduar.
e adesso c'è la possibilità di poter scegliere quelli che sono secondo noi i migliori più futuribili, cioè che possono avere un futuro in tutte le nazionali della federazione. Mund të zgjedhim ata të cilët janë më të mirët edhe për ardhshmërinë, që ata mund të kenë një të ardhmë shumë të mirë në të gjitha kombëtarët e tjera që vijojnë pas U17-s. Sai, quando si parla di giovani è facile sbagliare, perché in 6 mesi, un anno possono avere un'evoluzione completamente diversa, maggiore o minore rispetto a quello che al momento ti appaiono. Kur flasim për të rinjt është shumë e lehtë të gabosh, sepse në 6 muaj ose në një vit mund të ketë një lloj evolucioni të lojtarit shumë ndryshe nga ai çfarë ti po shikon momentalisht. Però noi ci confronteremo e insieme al direttore, insieme allo staff, sceglieremo quelli che crediamo possano essere più futuribili, sperando che arrivino nelle condizioni migliori alle fasi finali dell'Europeo. Por ne së bashku me stafin edhe me drejtorin teknik do të mundohemi të bëjmë zgjedhje të duhura të atyre lojtarëve që do të jenë edhe për të ardhmen, për kombëtarën, por nga ana tjetër që të jenë në kushtet më të mira fizike dhe futbollistike për këtë kompeticion. A do të veçoje në grupin që ke patur mundësinë për të punuar, do të veçoje dikë që ka ato karakteristikat e një lideri, të dikujt që merr përsipër edhe skuadrën dhe nga i cili ti pret më shumë në këtë kampionat parë europian që zhvillohet për U17-ën tonë? Sì, allora è una fascia d'età molto delicata, quella dell'Under 17. Është një fashë moshe shumë i vështirë në ky U17-s. Dove anche la personalità, oltre al talento, è in evoluzione, è in cambiamento. Ku edhe personaliteti përveç talentit është në evolucion në këtë moment. Il desiderio mio come allenatore è quello che ci siano più giocatori con le qualità che mi stai dicendo tu. Unë uroj si trajner që të kemë sa më shumë lojtarë me këto cilësi që po më thua ti. E che lo sappiano dimostrare in campo ma anche fuori dal campo. Që din ta tregojnë në fushë dhe jashtë fushës. Perché tante squadre nella storia del calcio o nella storia di tanti altri sport spesso hanno vinto dei titoli, hanno fatto delle grandi prestazioni perché fuori dal campo avevano i comportamenti e gli atteggiamenti giusti. Shumë skuadra kanë pasur shumë sukses dhe kanë fituar shumë gjëra sepse kanë pasur qëndrimin dhe sjelljen e duhur edhe jashtë fushës. Io sono certo che i ragazzi che sceglieremo avranno di questi comportamenti giusti, di questi atteggiamenti idonei alla sfida che stiamo affrontando. Jam e sigurt që të gjithë djemtë e rinj që do të zgjedhim do të kenë qëndrimin edhe sjelljen e duhur sportive dhe jo vetëm në këtë europian. Proveremo a non sbagliare gli uomini, prima ancora che i giocatori. Po shpresojmë nuk do të nxjerrim emra në rastin e tillë. Suksese dhe in bocca al lupo. Faleminderit e viva il lupo. Grazie. Mario, ishte gjithçka edhe me teknikun Andrea Tedesco që bëhet gati tashmë për rrugtimin e tij historik, jo vetëm të tij por edhe Shqipërisë në finalet e Europianit 2025 për U17.